Zotëri Dibrani, në ekzaminimin e telefonave që ju ka bo Faruk Mujkës, kur është arrestu, 2 telefona, nga bisedat aty shihet që ka pas edhe punësime partijake, politike, jo veç ti, po edhe të militantëve tjerë të vetëvendosis. Një prej rasteve, përfshihen edhe jo. Bëhet fjalë për një gardian në burgun e Gjilanit, Vllaznim Mustafa. Për më saktësisht, Faruk Mujka i thot atij me datën 4 maj 2023, ora 4:58, përshëndetje Vllaznim, javën e ardhshme të thirr drejtori i përgjithshëm. Të lutem pastaj kje kujdes me të mira. Çka ju ka shkruar juve Faruk Mujka? Ç'është është ofru Faruk Mujka te ju për këtë rast? E ndëruar në rand por nuk bëhet fjalë për punësime, për personin të A ban me rand, mund më shkutaj s'pa problem, veç fillimisht çka ka kërku për ju Faruk Mujka? Po përgjigjem sepse është punësu një militant vllaznimi dhe po përgjigjem prej të parës. Nuk bëhet fjalë për punësime, po flasim për një zyrtar i cili në shërbimin korrektues të Kosovës punon nga viti 2009. Nuk kemi as avancime, nuk bëhet fjalë as për avancime. Këtu është, po tash e vazhdojmë, po. A mund të flasim fillimisht çka ka kërku për ju Faruk Mujka? Në asë një rrethon. Neve me Iber Lepencin kemi marrëveshje kontraktuale, sepse ju e dini që kanali, apo më mirë të themi kompania Iber Lepenci, neve në ndihmon me ujitjen e pronave bujqësore që janë... Jo, në rregull është, po ju pyes për rastin konkret. Po për ndryshe... Çka ka kërku? Për Vllaznim Mustafën. Nuk kam asë një informat që ajë ndonjëherë ka kërku diçka nga anë lidhur me të njëjtën. Atëherë Vllaznim Mustafa në një mesazh tjetër që ja dërgon Faruk Mujkës, i thot: "Faruk, kesh bisedova më pritën mirë dhe të fala të kam bo. Flet për juve edhe për Besar Gashin." Madje në një mesazh tjetër i thot: "Faruk, Besar Gashi, a ke ky personi që e ka ftu?" Edhe Faruku i thot: "Unë kam fol me të madhin Ismail Dibrani, po tash nuk e di cili thirr." Pra, konfirmohet që Faruk Mujka ka bisedu me juve për këtë rast. A unë është lutem na tregu çka ka kërku për jush për rastin konkret? Jo, në asnjë rrethon, as nuk e kam pritur. Unë pres të gjithë zyrtarët korrektues të cilët kanë interes. A e nini ju Vllaznim Mustafa? Tash me po nuk e njeh si emër. Personalisht tash me po nuk e njeh sepse janë... Kur ju ka kërku juve Faruk Mujka, me pas parasysh rastin e tij, çka saktësisht ju ka kërku? Ndërun nuk ka kërku... Po ju e konfirmoni? As nuk me kujtohet ku e konfirmoj, dhe as nuk me kujtohet në asnjë rrethon. A ju kujtohet kur ju ka ftu Faruk Mujka me dal me vllaznimin për drek, që ai më ju falënderoj juve për punësimin që i është bo? I nderuar, mund të me ftojnë, unë po flas për një institucion që menaxhohet me afër 2000 të burgosur, afër 2000 staf. Dhe mund të kemë ftesa të ndryshme, nga personalitetet të ndryshme dhe nga zyrtarë të ndryshëm, edhe për drejk, edhe për darkë, po nuk mbaj mend që ndonjëherë kam drekuar as me vllaznimin, as me... Që thori ju, që pra, nështë ju rikujtoj diçka. Faruk Mujka ju shkruan juve: "Përshëndetje Ismail, më mbyti për ky vllaznimi Gjilanit duke na thirr, ty e Besarin, shtunën ose dillën në Gjilan në shenjë falënderimi. Për çka do i ke me ju falënderu juve Vllaznim Mustafa?" Mirë, vazhdo, nuk po e kuptoj, prapë nuk po e kuptoj në shenjë falënderimi. Mirë, se atëherë ju ja ktheni, përshëndetje edhe juve. Po shkrujem nesër mbrëmje, edhe një herë, se në Budapest jam, edhe flasim për të shtunën ose dillën që përshtatet dëve. Atëherë tu ka kujtu. A të riktheva diçka në kujtesë? Jo, në asnjë rrethon, sepse nuk mbaj mend që jam takuar, mund të ketë shkruar edhe mund po e shihni edhe vetë sepse nuk ka takim, as nuk ka drek, as nuk ka darkë. Jo ka. Nderuar, ju pja konfirmoni? Procedura nuk po i konfirmoj. Më shkruaj nesër, nëse është, po jo, por prapë nuk më kujtohet. Po ti pe din për se vllaznim po bëhet fjalë. Sot kur po flasim, pse ka shumë raste të tilla? Jo, sot mund të kem mbi 3000 mesazhe të pahapura. Zotëri Ismaili, nëse juve kur Faruk Mujka kërkon për jush, me pas parasysh rastin e një personi, i cili tash e shohim nuk e ka kaluar as testin për mu gradu, edhe juve nuk ju kujtohet. Kjo nënkupton që ose keni shpesh raste të tilla, ose s'po e tregoni të vërtetën. Qysh është e mundur mos më ju kujtu, ku shefi ju i sjell i Iber Lepencit, ju kërkon juve favor për një person në burg, nga gardian me kalu në shef ndrimi. Nëse s'kujtohet si rast, ose ndodhin shpesh e s'kujtohet, ose s'po më tregon vërtetën. A ma kujton të lutem në punën tuaj si gazetar.
Po. A ka raste kur keni shkruar për ushtrues të detyrës që në shërbimin korrektues të Kosovës kanë punuar edhe me 5 vite, me 6 vite, 7 vite, nga pozita e mbikëqyrësit deri tek drejtori i përgjithshëm, zoti Mehmeti. Po, nëse nuk po ju kujtohet rasti, apo ju kujtohet që ju keni qenë nënshkruesi i vendimit që personi me u gradu, me kalu, Jo, nga të lutem, zoti Mehmeti. nga gardia. Jo, të lutem, zoti Mehmeti. S'po të kujtohet? Jo, vetëm po të përgjigjem. Nuk ka gradim, sepse në momentin Jo, kur ka. ju kam kontaktuar juve, ju thash edhe dje, Ka. unë kam marrur informata lidhur me rastin. Ka. Për rastin për cilin Ka po gradim, flasim. po ka gradim. Nuk ka gradim. Vendimi është i juj, që veç pak, që se të kujtohet. Me 9/9/2023, zëvendësuesi drejtori të përgjithshëm, Ismail Dibrani, që jeni ju, nxjerr vendim me numër 846, e gjen edhe aty, Çka shkruan me të lutem? cilin personi Vllaznim Mustafa, zyrtar korrektues, caktohet zëvendësues i mbikëqyrësit grada 2 në qendrën e paraburgimit Gjilan. Sot kur po flasim. Vendimi të lutem, sot kur po flasim, mund të kem një 30 kërkesa të tilla nga drejtorët e institucioneve për të caktuar zëvendësues. Nuk janë, po drejtorët. Po Faruk Mujka është drejtori. Propozimet vijnë nga drejtorët e institucioneve. Po kjo ka ndodhur me kërkesë Faruk Mujkës. Kjo ka ndodhur me propozim të drejtorit të institucionit. Faruk Mujka. Me propozim të drejtorit të Burgut, të Gjilanit, i cili ka bërë propozim për plotësimin e nevojave dhe në bazë të udhëzimit administrativ për grada, është caktuar udhëzim i cili është shfuqizuar pas një viti. Mirë, pse jeni taku juve? Edhe është vendim i shfuqizuar. Jo, s'ka lidhje çka është më pas. Se më pas le të ndodhë çka do. Na po flasim vetë çka kemi këtu. Personi Vllaznim Mustafa i shkruan Farukut. Faruk, kesh bisedova me juve dhe Besargashin, më pritën mirë dhe të falat kanë bo. Jo, nuk Pse është je taku takuar. me ta? Jo, s'jam takuar. Është plotësisht e pavërtetë. Po ky po thotë që je taku. Lexoje me juve. Si e thot? Juve. Jo, lexoje të lutem, lexoje si e thot. Faruk, kesh bisedova. Më pritën mirë. Me pritën mirë. Po. Me drejtorin? Që kurse ka Besargashi ka kontaktuar, varësi juve ka kontaktuar. Të lutem. A keni pyetur Besargashin pse ka kontaktuar këta? Diku 20 drejtora të institucioneve janë në drejtori dhe në burgje tjera, që mund të kontaktojnë me personat të tjerë dhe nuk i kontrolloj telefonat edhe as nuk i menaxhojnë Po kur në në çështje shkruan detyrore. vendimet për gradime, qoftë edhe nimojore, të personave, brenda institucionit që ju udhëheqni, a i merr parasysh të dhënat për personin që po e gradon? A e keni ditë që personin fjalë nuk e ka kalu testin fare, testin për me u gradu, vendimin cilin ju e keni nënshkruar, a e keni ditë? Zoti Mehmetaj, A ju ka vendosur lajthitje dikush? Jo, pra po ta them, unë i besoj propozimit të drejtorit të institucionit. Domethënë- Në bazë të nevojave, se cili institucion propozon, edhe pas këtij emisioni, mund t'ju lejë qasjen e email, ku kërkesat të tilla pranoj çdo ditë nga drejtorët. Edhe hiç më larg se dje edhe sot dhe para disa ditë kam kërkesa të tilla nga drejtorët e institucioneve për të plotësuar nevojat deri në hapjen e konkursit. Dhe kam edhe 10 kërkesa të tilla. Dhe kështu, propozimet vijnë sipas udhëzimit administrativ për grada. Pra ju po thoni që komunikimi juve me Faruk Mujkën për Vllaznim Mustafën nuk po ju kujtohet. Në asnjë rrethon, S'ju kujtohet mirë. Dhe po thoni që gradimi i personit ka ardhur si kërkesë e drejtorit të Burgut dhe sipas udhëzimit për grada. mirë. Tash, në shkresat e dosjes personalet, personit Vllaznim Mustafa ka qenë edhe një vendim i datës 16/3/2022 me cilin vendim zyrtarit korrektues Vllaznim Mustafa ishte shqiptuar mas disiplinore vrejtje. Pse është e rëndësishme kjo? Ai ishte përgjegjës për shkelje të lehtë disiplinore. Andaj, në bazë të kriterëve të konkursit, në cilin ai ka aplikuar se ka kalu testin, personi Vllaznim Mustafa nuk kishte të drejtë të hynte në test me shkrim fare. Le që se ka kalu, po s'ka pas drejt me hi, dhe përkundër që as ka pas drejt e as sa ka kalu, pozitën e ka fitu. Pozitën e ka fitu. Pozitën e keni nënshkru jo. Tash, me ligj, ignoranca nuk dënohet. Po ju duni me pranu këtu diçka. Qysh është e mundën që gradoni persona brenda institucionit që jeni përgjithës, të cilët nuk kanë të drejtë me marrë gradën cilën ju janë nënshkruni, dhe si që pat vendimi është i juj. Tash, a keni ra në lajthitje nga varësi juj, apo jeni influencu nga telefonatat, bisedat me Faruk Mujkën. Dhe edhe një pyetje, pse, se kjo nuk mund të jetë rasti, personi i cili se ka kalu testin, s'ka pas të drejtë me hin fare në test, është personi me cilin ju po pranoni
që do të dilni me dreku me ta si shenjë falenderimi. Çka ka pas me ju falenderuaj? Pse nuk ka qenë mesazhi juaj këtu, s'ka pse me falenderu kush është ky person. Po ju po e ndjeni personin, po e kuptoni nevojën e tij për me ju falenderu dhe thjesht po e caktoni një darkë me të, ose drejt. Jo, këto janë deklarimet. Jo, kjo është mesazhi juaj. Kjo është mesazhi juaj. Zoti Mehmetaj. Jo, zotri, veç për publikun se për mua s'është nevojë. Edhe për publikun. Përshëndetje edhe juve po i thoni Farukut. Po 3 herë. Po shkruajem nesër edhe 10 herë. Edhe do ta publikoni. Po shkruajem nesër në mbrëmje edhe një herë se në Budapest jam. Ti nuk po i thu kush është ky, edhe pse po dan me më falenderu. Ti po e din kush është ky, po e kupton nevojën e tij për falenderem, edhe po i thuni çtunën ose dillen ç'është na përshtatet dyve. Edhe një herë. Nëse nuk po ju kujtohet se rast individual, pas ka shumë. Ose s'po më tregoni vërtet. Jo. Prap veç është mirë për opinionin. Po, për opinionin. Nuk flitet për gradime, flitet për caktim të ushtruesit dhe detyrës për një periudhë të përkohshme. Që është gradim? Dhe nuk ka gradim. Edhe në asnjë rrethon, nuk më ndodh një gradim i cili nuk i plotson kriteret. Po ka ndodh? Nuk ka ndodh, sepse po në asnjë rrethon. Vendimi e ka numrin 846. Vllaznim Mustafa, zyrtar korrektues, saktohet, zëvendësuesi mbikëqyrës në grada 2 në qendra paragurgimit Xhelat. I njëjti njeri për cilën ju ka vënë Faruk Mujka. As emër, as i figur, tash ti mundesh me njoftë, unë nuk e njeh. Vllaznim Po e parëndësishme është kjo. Jo, po shumë është e parëndësishme është që ai ka marrë vend në punës një person i cili s'ka kalu test. Jo, nuk ka marrë punë. Unë jo thash edhe në telefon. Jo, punën e ka marrë, e ke marrë, vendimi është juaj. Ai është oficer, në momentin që ka përfunduar periudha përkohshme, është hapur konkursi, ai është thyer në pozitën për cilën ka lënë. E parëndësishme është pjesa që Faruk Mujka ju kontakton juve për të. Unë kam pasur informata që këto mesazhe i ka pasur polici i drejtë, siç e njoftova. Jo, po është rëndësishme, sepse rrethi i kolegë Zoti Mehmetaj. E rëndësishme është që juve kur Faruk Mujka ju kontakton edhe ju thot ma ki parasysh, ti do të me i thonë zotri Mujka edhe një telefonat e tillë paraqes polici. Unë erdha në studion e juaj me ju respektu, edhe me respektu të vërtetën. Në momentin që kolegët e rrethit të ngushtë me kanë pyetur, a je ndjeni se Idrizi po na tregon që janë disa mesazhe, e njoh shumë mirë Idrizin, edhe Idrizi mirë do të ishte çka do që ka i adreson në institucionet e njëra. Se kjo është devijim për temës. Jo, s'është ide. Po flasim për Idrizin, po flasim për mesazhet për cilët ju ka dhënë Idrizi, sepse këto janë mesazhet e Idrizit, policisë. Se trejo nuk po kuptoj diçka. Qysh është e mundur që e bëni subjekt një person komplet parëndësishëm. Na jemi këto me bisedu për komunikimin tuaj me Faruk Mujkën, i cili ju ka kërkuar një favor. Një militant të vetë vendosës, Vllaznim Mustafa. Zoti Mehmetaj, nuk po besoj që keni pas institucion më të hapur se sa shërbimi korrektues, jo vetëm ndaj juve, po ndaj secilit media. Të lutem veç na njofto, a ke bërë ndonjëherë ndonjë shkrim për shërbimin korrektues Kosovës, për sukseset dhe rezultatet, se në aspektin vendor dhe në aspektin ndërkombëtar. Të lutem Zoti Mehmetaj, shërbimin korrektues Kosovës e kam gjetur me 90% të drejtorëve me ushtrues detyrë. Urime, kjo nuk e shbën faktin që përmes Faruk Mujkës dikush është gradu. Nuk ka gradime përmes. Po çka ku e ki vendimin? Jo, nuk ka gradime, ka caktim të një ushtruesi det detyrës si propozimi drejtorit të institucionit. I cili po dënë me falenderu, edhe cili ju pedini, për cilin keni caktuar takim me Besar Gashi. Para mendojeni, Besar Gashi e ka komunikuar një person vetë se ka kërkuar Faruk Mujka, i cili juve ju referohet si i madhi. Jo, kur ju e deni për zotri... vetëm zotin këse aspekte, është ofendim për mu, është vetëm fyri. Ka fyri, po mu po me intereson diçka. Kur ju telefonojnë, me ju kërku favore për persona, pse si paraqes një polici, po vazhdoni komunikimin me ta? Nuk pranoj telefonata për favore, edhe ka shumë dëshmi, edhe mund t'i pësni të gjithë stafin edhe njerëz të tjerë, sepse nuk ka... Faruk Mujka, përshëndetje, javën e ardhshme të thirr drejtori i përgjithshëm, që jeni ju. Të lutem pastaj ke kujdes. 3 herë lexova mesazhin e njëjtë. Un kam fol me të madhin Ismail Dibrani, po tash nuk e di cili të thirr. Dhe ai po i tregon Faruk, kesh bisedova, më pritën mirë dhe të falat kam bo. I njëjti zotri, është punësu, me vendim quj, edhe ju, kur Faruku ju thot,
Më mbyti bre ky vllaznimi Xhelani duke na thirr ty e Besartin shtullën ose dillën se po don ju falenderoj. Ju i thoni po për herën e tretë e katërt. Po, ama ju nuk i thoni, ama ju nuk i thoni zotri Mujkës kush është ky? Ju i thoni, përshëndetje edhe juve, shkrujem nesër mbrëmje edhe një herë, se në Budapest jam, edhe flasim për shtunën ose dillën, ç'është na përshtatet dyve. Po kjo është kele ligjit zotri. Jo. Zoti Neni, Mehmetaj. kodi penal 414. Kjo është Zoti Mehmetaj. Kjo është në përputhje Zoti Mehmetaj. Kjo është kele ligjit. Caktimi i ushtruesit dhe detyrës bëhet në përputhje. Ke marrë vendim si favor politik. Me udhëzimin administrativ. Ke marrë vendim si favor politik. Për grada dhe kjo është plotësuar në tërësi. Pse e keni shkel ligjin për Faruk Mujkën, ashtu s'e kuptoj. A keni qenë shtym nga ministra? Se edhe ministra është të përfshime këto. Zoti Mehmetaj, po flasim për herën e katërt po ta përsëris. Caktimi i një ushtruesi të detyrës është bërë me propozim të drejtorit të institucionit dhe në përputhje me udhëzimin administrativ për gradat. Kaq e thjeshtë. A është e rastësishme që edhe Faruk Mujka ju ka kërku bashkë për këtë person? Unë nuk jam përgjegjës për komunikime të personave të tjerë dhe për takime të personave të tjerë në asnjë rrethon. A je përgjes për komunikimet tuja? Zoti Mehmetaj, përgjithë o përgjigja. A je përgjes për komunikimin tuj? Veç ka shkruani, a je përgjes? Dash përgjigje. A je përgjes për çka shkruan? Zoti Mehmetaj. A je përgjes për çka shkruan? Veç në rast se... A je përgjes për vendime që i merr ti vet? Po gjithsesi. Mirë. Pse e keni gradu? Pse keni bën big shirts? Sa herë duhet më të thonë që nuk ka gradime. Po çfarë duhet më thonë që është vendimi yt? Po flasim për caktim të një ushtruesi të detyrës në përputhje me udhëzimin administrativ për grada. Personi ka ardhur te ju përmes Faruk Mujkës. Jo jeni taku me të. A kemi tim tjetër që mund ta shtillojmë? A ka tim, a mund unë mendoj që kjo është keni interes për shërbimin korrektues për tema të tjera. Jo, mund të kem interes, por këto nuk lidhen për zotëri. Jeni në dieni që shërbimi korrektues i Kosovës këtë vit ka zë vendin e parë në botë? Urime, kënaqem. Kjo nuk është bën faktin që ke punësu person përmes ndikimit politik. Një pyetje e ka. Kjo është e pasaktë. Ç'është e pasaktë? Jeni të thonë keni punësuar një njeri i cili është në punë nga viti 2009 në shërbimin korrektues. Gradu pedente, mos baloj fjalë se para se më nuk. Ju e thatë nuk po bëjon zoti. Po shumë para se më ajo. Jo, thatë. Vendimi numër 846 është i juj. Është për vllaznem Mustafa, po shumë shqetësuese për zotëri. Seriozisht, ndoshta juve që e keni përditshmëri, edhe mundet mos më do kur gjë. Jo përditshmëri, sepse të thash edhe po ta përsëris. Është shqetësuese. Me 90%, me 90%, jo më pak. Po. E kam gjetur me ushtrues të detyrës. Edhe sa dikime, vendime, me akte emërime, me konkurse. Sikur ky vllaznimi, a? A flasim individualisht për secilin? Bisedat për shtojkon. Po flet për një person që s'është i gradun, edhe është oficer korrektues. Amo ti e ke marrë vendimin, edhe vllaznim Mustafa zyrtar korrektues saktohet zëvendësuesi mbikëqyrësit grada aty në qendrën për parkurimin Xhelan me vendim tondin. Faleminderit. Personi që nuk ka pas të drejtë as me u fut në garë për këtë pozitë. A kemi tim tjetër sepse shtylluam këtë? A ke qenë i shtym nga ministrja Albulena Agjeu për me ndihmu këtij personi që kundërligjshëm me marr pozitën? Në asnjë rrethon, në asnjë vendim, në asnjë gradim, nga asnjë person, vetëm nga ligji dhe sipas procedurave. Sepse kjo është përfshirje edhe e ministrës këto, se edhe ata fillimisht e njofton zotri Mujka, i thot përshëndetje ministrë, fal, por nuk kam çore pa kryer një amanet. Bëhet fjalë për një aktivist të hershëm nga Xhelani, i cili ka qenë edhe refer handbolli. Mendoj se e ke taku para 2 vitesh vllaznem Mustafën, ai që më të punon në burgun e Xhelanit dhe tani ka apliku për shef ndrimi. Me 18 gusht e ka testin, cilën se ka kalu, për cilën s'ka pas drejt as me hy, mendoj se ja vlen me shty, por gjithsesi ju deri më smiri. Më fal edhe një herë për shqetësimin, më të mira. Dhe zonja Albulena Agjeu nuk i thot Faruk tash po të lajmërojnë polici për ndërhyrje, po i thot Tom Faruk, faleminderit për mesazhin. I njëjti tash, vllaznem Mustafa i tregon që Faruk mbon mbikëqyrës përkundër se kalova testin. Ç'është është e mundën? Veç nuk po kuptoj përfshirjen e zonjës Agjeu në këtë proces. Zonja Agjeu, kur i kërkon ky favor për militantin partijak, i thot faleminderit për mesazhin. Personi pastaj vllaznimi, militanti futet në provim, nuk e kalon. I pas ka ndihmu, sepse se ka kalu.
Po i bie që i pas kanë ndihmuar. Çka ndodh? Ai pas kanë ndihmuar. Po çka ndodh? Përkundër se ka lënë, gradohet. Jo, zgadohet. Ç'ai thot? Ç'ai thot? Ç'ai thot? Shumë e thjeshtë është. Faruk, data është 9/9/2022, ora 6:33. Faruk me Bun Pictures. Nuk i Nëse komentoj, qënë quj. po nuk i komentoj Nëse qënë quj. mesazhet që ka shkruajnë të tjerë. Ora? Tash janë 2000 punëtor, 2000 punëtor. Edhe mund të shkruajnë edhe ty, oficerë të ndryshëm për informata të ndryshme. Marë personi u Bun Pictures, pa e kalu provimin. Nëse qënë quj. Po dënë edhe për 10 herë me ta serut njëjtën. Po ti që ka sharan? Jo. Ti i ka thus po më kujtohet edhe se di. Jo, ta Kjo në thash. sharime. Jo, ta thash. Qa më tha? Do më ta përsërit prapë. Që shu Bun Pictures personi? Saktimi Që shu bo? i nderuar. Që shu Bun Pictures? Si ushtrues, si detyre, si ka Bun zëvendësues Pictures. të mbikëqyrës. Po pse që kë, për cilën ka Në përputhje intervenu Faruk Mujka? Në përputhje me udhëzimin administrativ për grada dhe sipas propozimit të drejtorit të Faruk institucionit. Mujkës? Si pas propozimit Faruk Mujkës? Po e thuani jo. Jo, qështu ka ndodhë. Edhe njëherë, a jeni vetë dishëm që përfshirja e tillë në punësime, o shkelje e kodit Zoti penal. Mehmetaj, nuk ka punësime, po e ta përsëris Gradime. prapë. Jo, nuk ka gradime. Po që vendime bre burr. Atë mos bisedojmë për fakte. Faleminderit shumë për ftesën, jo vetëm për këtë temë, por për secilën temë i keni dyert të hapura në të gjitha institucionet. E kam thënë edhe publikisht, edhe po ta them prapë, në secilën dukuri që ju e evidentoni, personalisht mua me bëni nder dhe na ndihmoni për ta rregulluar edhe me mirë shërbimin korrektiv. Faleminderit shumë edhe juve për gatishmërinë Faleminderit. me u ballafaqu edhe me na i dhënë përgjigjet që dashëm prej jush.